Zotë Buxhuku, kam një pyetje të fundit, se nga 4 pikat që ju keni kërkuar që mos të përjashtohen, mos përfshihen. E para, bizneset përfituese të koncesioneve, PPP-ve dhe licenceve ekskluzive të privilegjuara qeveritare në sektor të ndryshëm ekonomik. 2. Biznese që kanë përfituar statusin e investitori strategjik, shitje €1 dhe nisma mbështetje qeveritare si parë të tjerë. 3. Bizneset që janë proces gjyqësor dhe arbitrazhi detyrimesh financiare me shtetin shqiptar, brenda dhe jashtë vendit. 4. Bizneset, aksionerët e të cilëve janë në proces penal të përfunduar dhe ose në vazhdim. Nëse do pyesja, njëra nga këto, këtë do zgjidhet që është nëse qeveria do ju kërkonte juve, cili nga këto 4 kategori do duhet të pranonin? Këtë do zgjidhet ju si më të rëndësishme? Për ju. Shiko, ato janë një hallkat e një zinxhirit vetë. E kuptoj. Por dhe ju jeni vetëdijshëm që të 4 nuk besoj se do pranohen nga qeveria, jeni vetëdijshëm për këtë, po të gjejmë një të meset-lartë, 1 ose 2 kategori. Nuk është problem mesmetar, nëse do më pyesni mua personalisht, por edhe vlerësive që kam marrë me ata përfaqësues biznesesh që kanë dhënë mendimet e tyre, është pika e madhe ndarje është midis bizneseve të pa privilegjuara, pra që punojnë në kushtet e tregut të lirë, ato duhet përfitojnë nga amnistia fiskale për gjithë arsyet që thash pak më parë, ndërsa të gjitha bizneset e tjera që kanë përfituar koncesione, licenca, nisma të tilla si €1, nuk e di, gjitha këto nisma i parë dhe këto tjera, këto në mënyrë të prerë nuk duhet të përfitojnë. Pra nëse arrihet kjo zgjidhje, u them që nuk ka pse mos mbështetet nisma e qeverisë për paqen fiskale. Në rast të kundërt, do të shkaktojë jo vetëm problematika të mëdha të mëtejshme në ekonominë shqiptare në tërësi, por do të thellojë edhe zhytjen edhe më thellë në mungesën e konkurrencës, por dhe në problematikën e madhe të pastrimit të parave të zeza në ekonominë shqiptare. Mos harrojmë diçka, që unë parashikoj që viti 2026 do jetë viti vështirë për ekonominë shqiptare, do jetë viti vështirë, dhe vetë fakti që kemi të bëjmë një buxhet më të madh, pra buxhet optimist, unë mendoj që është pika e parë e madhe e dobët e këtij buxheti, që nuk është cekun deri tani, edhe nga ata të cilët bëjnë. Ju do thoni pse me të drejtë, së pari këtu në këtë buxhet nuk arsyetohet se cilat do të jenë sektorët që do të sigurojnë këto të ardhura shtesë për ekonominë shqiptare. Fakti është që kemi një rënje të vazhdueshme të industrive dhe të prodhimit vendor. Mendohet që do të kemi rënje të turizmit, pra marka shqiptare e turizmit nuk është më e fuqishme, ka humbur atë dinamikën e vet. Dhe tjetra që është, edhe kjo mjaft e rëndësishme, do të jenë goditjet e spakut që kanë filluar të tjeve, që do të bëzojnë ndjeshëm edhe flukset e parave të zeza të cilat hyjnë në ekonominë shqiptare në radhë të parë, por dhe nga ana tjetër faktin që edhe në vitin 2025 qeveritë shqiptare, pavarësisht se i marrin parat bizneseve dhe popullit, pra qytetarëve, kanë paaftësi të theksuara në realizimin e tyre dhe praktikisht i shpërndajnë këto para në sekondën e fundit thjesht për të realizuar shpenzimet si zëra, por duke ulur ndjeshëm efektivitetin e përdorimit të këtyre parave. Të gjitha këto problematika, unë mendoj që duhet që qeveria shqiptare të mos përsërisi atë historinë çka ka ndodhur në Bullgari para javësh me protestat mbar qytetare që ndodhen në Bullgari, por realisht duhet që të kishte paraqitur një projekt buxhet për vitin 2026 më konservator, sepse edhe struktura ekonomisë shqiptare që varet shumë nga aktivitetet të cilat janë jo formale dhe me një theks saktuar kriminaliteti, mund të marrin goditje në vitin 2026, goditjet e spakut kanë për të tyre, interesi i partnerëve tanë ndërkombëtar ku realizohet një pjesë e madhe e këtyre parave të zeza që pastaj hyjnë në ekonominë shqiptare për të filtruar, është rritur ndjeshëm dhe këtë po e tregon goditjet e spakut. Dhe fakti është tjetër që tendrat në Shqipëri nuk realizohen sepse kemi rezistencë brendshme, kanë frikë nga goditjet e spakut dhe nuk realizojmë shpenzimet buxhetore. Në këto kushte, nga një anë ti je pasigurt për të ardhurat e tuaja, nga ana tjetër ti nuk e realizon siç duhet sipas ligjit shpenzimet buxhetore, vjen pyetja pse duhet ja marrësh këto para qytetarëve shqiptar. Më mirë të jesh aty.